Do të humbësh peshë dhe po mendon të bësh injeksione për të humbur peshë. Mund duket si ide shumë e mirë, shumë veta mund ta kenë provuar, por unë sot do t'jap disa fakte interesante se çfarë ndodh kur do të humbësh dhjam edhe bën injeksione. Atëherë, si fillim, sipas studimeve, përmesatarisht një vit, të gjithë personat që bëjnë injeksione për të humbur peshë, dhe ju e dini çfarë injeksionesh janë, marrin pothuajse të gjithë peshën e humbur për vetëm një vit. Gjithashtu, kur bën këto injeksionet për të humbur peshë, 40% e peshës së humbur është muskull dhe jo dhjam. Por problemi është që në momentin që merr peshën mbrapsht, 100% merr vetëm dhjam, jo muskull. Pse ndodh kjo, do thoni ju? Kjo ndodh sepse trupi dhe hormonet tona bëhen përtac. Metabolizmi ngadalësohet, edhe ti nuk fiton muskull, por fiton prap dhjam. Kështu që nëse humb peshë shumë shpejt me metoda me injeksione nga më të ndryshmet, dije që nuk do jetë afatgjate, do ngadalësosh metabolizmin, do shkatrosh hormonet edhe do shkosh më keq se sa ishte. Më mirë një humbje peshe graduale me një jetesë shëndetshme ku rregullon dhe hormonet dhe metabolizmin dhe trurin në radhë parë.